migrimi dhe do të rritën dukurit negative që i takojnë sigurisë mbrojtjes, ku sigurisht kur qytetari është i ngulfatur nga tatimet e larta, atëherë do të shtohet edhe vjedhja dhe do të shtohen faktorët negativ që këto i implikon mbi politikat sociale. Do me thonë kjo punë zinxhir, edhe do me thonë krejt po sulmohet qytetari në fund të fundit. A ka ndikue sa do pak kriza energjetike globale, apo është krejtësisht gabim edhe keq menaxhim i brendshëm? Realisht, do të kthehemi në periudhën pak më herët, unë kam prit nga kjo qeveri që do ta gjejnë atë thëngjillin ku është cek që ne jetojmë mbi qymër, mbi thëngjell, apo si ta citoj, se s'po e kam atë proklamimin kryesor të kryeministrit, dhe sigurisht ne duhet të kemi kujdes kur nuk jemi në pushtet, sepse kur të vim pushtet ka tjetër gjuhë dhe ka tjetër atmosferë pune. Dhe sigurisht kur diçka është globale, ti nuk do të shpëtosh, po edhe tek qytetari je shumë i arsytuar. Nëse ka një paregullsi ose çmimore ose probleme energjetike ndërkombëtare, edhe nëse je në opozit duhet ta shohësh si të tillë. Shembull e patëm rastin pandemik. Ne e dim që ekonomia ra, po për qytetarin ishte të përballueshëm të gjitha. Sepse u pake dhe u arsyetoike, sepse është diçka që nuk jemi përballë. Ka periudha gjata, ndoshta as prind dhe gjyshrit tanë nuk janë përballë me një lloj pandemie, dhe sigurisht kur u përballëm ne, ishte sfidë e parë, ishte sfidë e re, po kur ishim të bashkuar ja dalim. Edhe ja dolëm aq sa mundemi, po u ru ekonomia dhe u ruan bizneset. Kurse rrezikshmëria kryesore është kur ti e shen një parim që është negativ dhe po i vjen nga tregët ndërkombëtare dhe ta lësh fajin mbi tregët vendore, atëherë do të vijë koha dhe ti ta shihesh. Kështu që tashmë unë nuk kam besueshmëri në këto institucione, sepse e kanë kthy si përfitim personal, kështu që momentin kur energjia bëhet treg për vendin dhe për institucionet, atëherë të mirë qytetarët sepse duhet ta paguajnë. Po kur pisho rezultatet zgjedhore, atëherë vetëm po citoj që ju lus qytetarit të mos i vanojnë tatimet dhe të mos i vanojnë pagesat e rrymës, sepse janë rritë edhe ato nëse në rast se nuk e pagun ta çkyqin. Edhe kur të shkosh për me rifillu marrëveshjen, sigurisht do të paguash më shtrejt. Po i rritim disa tatime të mbyllura apo të fshehta me guximin që qytetari është duke i përballuar. Qytetari është shumë i durueshëm, po qytetari së pari duhet t'i thret vetës dhe ta shohë se çka është një politikë sociale. Politikat sociale thirrën në varfëri dhe liderët social thirrën në varfëri, që do të jetë një pasuri dhe shteti do të jetë mbikëqyrjen e tij, po nuk bën asgjë më shumë se sa rrit varfërinë. Rrit skamjen dhe sigurisht kur rrit këto dy dukuri, atëherë do të rrit edhe migrimin. Mjaft jemi dalë, shumë e kemi liru vendin, kështu që është mjerim të vizitohen fshatrat dhe të shihet se sa pak kanë mbetë duke banu. Dhe kështu që të shihet tregu i mirë për të bërit biznes, dhe të shihet që kryefamiljari nuk ka zgjidhje mbi kostot e jetesës për familjen e tij, vërtet është e dhëmshme, dhe nëse vazhdohet me këto politika do t'i ngjasojmë një lufte. Do t'i ngjasojmë një popull që po ikën nga një armik, e që fatkeqësisht në këtë rast është armiku i zgjedhur nga dora jonë. Zotëri Çorolli, shtrejtimi energjisë ka ngjall reagime të shumta, duke përfshirë edhe organizimin e një proteste. Si e sheh këtë pjesë? Realisht, përkraja e protestave është mëse e vonshme. Përkraja e protestave duhet të jetë edhe në vitin 2023, kur kemi rritje tatimin pronë, sepse rritja e energjisë elektrike tashmë është bë nga proklamimi medial. Nuk janë organizatat meritor dhe nuk do të jenë nga unë. As nga aleancat e bizneseve, sepse është hera e tretë që po rritet. Kështu që unë i falenderoj gjithmonë mediat sepse kanë marrë përgjegjësinë e rolit të gjithçkajit. Edhe të opozitës, edhe të organizatave të huaja, edhe hapësirën që po na japin edhe mbi ekspertizat ekonomike që ta kundërshtojmë një dukuri që është në domin e qytetarit. Po është kriju një demagogjie e dëmshme institucioneve mbi qytetarin, që këta duajnë shkatrimin, këta nuk janë me ne jem duke ndërtu diçka më mirë. Ne mund pajtohemi deri këto, po jo mbi kostot, sepse tashmë në bazë disa ulumtimeve që jam, thuja se në përfundim, domethënë kemi mri që rryma për kokë banorit të një familje të jetë 30 euro. Nëse ajo familje ka 5 antar, atëherë kemi të bëjmë me 150 euro.
dhe sigurisht ta paguash 35% të pagës mbi energji dhe mbi tatime shtetërore, çka pastaj? Ku është konsumi? Ku është veshja pjesa? Ku është investimi familjar për një shtëpi apo për banim? Dhe ku është investimi mbi lexim apo mbi shkollim, nëse e quaj? Sepse ne po shohemi që tashme kemi inflacion, kur po them me kuptu qytetari, kemi humbje të vlerës për gjithë shkaje. Humbje vlerës edhe një ushtarit, humbje vlerës edhe një policit, humbje vlerës edhe një mësimdhënësi. Domthon të gjithë këto range i ka rrok inflacioni. Nuk e kanë më vlerën e tij, ndjeshmërinë për punë. Ri me zyrtar institucional dhe fjalën e parë, ç'a më bë është merr. Të merrim ne. Sepse ndryshimi fillon nga ne. Ne duhet ta refuzojmë atë të keqen, ne duhet ta refuzojmë ta kundërshtojmë të dëmshmen, dhe sigurisht e the dhe protesta do t'i përkrahi maksimalisht, por nuk do të kenë frut. S'do kenë ndikim? Jo, sepse fruti është në kohën qeveritare. Fruti është në kohën e zgjedhjeve. Kemi taborët e partive politike dhe kemi premtimet. Cila është për mu ajo që premton investime kapitale? Cila është për mu ajo që është e qendrës? Cila është për mu ajo që favorizon tarifat shtetërore për bizneset? Cila është për mu ajo që ul kostot e jetesës, po rrit vlerën e familjes time? Po ne nuk bënëm një zgjedhje të tillë dhe fillu me politika sociale. Dhe as pak është e dëmshme. Dhe nuk duhet protestohet. Vetëm duhet të duartrokitet edhe të shikohet sa përqind dhe mundësisht të jemi më të dëgjueshëm dhe më të respektueshëm ta paguajmë energjinë se po thot institucione apo po thot lideri, kështu që duhet ta paguajmë. Qytetari më së shumti e ka merituar në këtë herë. Asnjëherë më shumë nuk e ka merituar rritjen për 15% të energjisë dhe tatimit në pronë. Tashmë e ka merituar, sepse vet ka bërë zgjedhjen dhe vet po pret ardhjen e një lideri që do të arritë edhe për herën e pestë. Po, a mundet shteti me ofru masa lehtësuese, sidomos për familjet më të ardhura, më të ulta? Realisht ka ofru, po përderisa ti ki një tarifë mbi 800 kW, atëherë realisht ato mrihen shumë lehtë. Sepse ne po stimulojmë pe institucionit për pompa termike, për pompa që kursejnë energjinë, por realisht ato thithin edhe hapësirën e madhe, se mbi 200 metra katror, nuk ka familje që nuk e kalon atë limit. Dhe sigurisht tarifat do t'jenë edhe më të larta. Dhe ka një arsye po nxeheni me rrymë. Okej, pes bëjmë zgjedhjen e Drurit, është ndaluar me prerja, kupton? Pe bëjmë zgjedhjen e Thëngjillit, kemi një ajër të jashtëzakonisht ndotur ku i mjafton vetëm edhe kjo dhe kemi rastet me kancer që janë shumë alarmante për dallim nga vende tjera. Të nxehemi diçka më lirë, nuk kemi më kosto të jetesës, sepse shtresa e mesme është shkatruar në Republikën e Kosovës. Ne e quajmë se ekonomista metar nga 3.000 deri në 5.000 euro. Kush kanë qenë shtresa e mesme? Kanë qenë profesorët, doktorët, kanë qenë pak nga bizneset dhe kanë pas tarna të kënaqshme dhe nuk i kanë taku kategorisë me tarna deri në 500 euro mujt, ku i konsiderohen mos t'i quajt varfra, po ju me tarna të kënaqshme për mbjetesë. Për jetesë dinjitetshme. Dhe shtresa e pasun që i ka taku kategorisë biznesëve dhe sigurisht i ka taku edhe kategorisë politikanëve, sepse këta që po thirrën në politika sociale nuk janë vetë social. Këto ta bëjnë dallimin, sepse gjithë nga ta marrin nga 2.000 euro. Dhe gjithë nga ta fiksën e kanë 2.000 euro. Dhe sigurisht në Kosovë të paguash 2.000 euro nuk i takon as kategorisë të mesme. Tashme jenë në kategorinë e pasun dhe sigurisht i shoh edhe ministrat dhe pjesën e politikajnëve që bëjnë thirrje që ky vend mos ta don varfrin, por realisht jeni tu na bë të varfër. Realisht jeni të varfër nga mendja sepse po zgjedhin resurse të gabuar në pozitën e punës. Domethënë suksesi i vetëm i disa ministrave është tarifat shtetërore që po ju shkojnë si paga, pa asnjë benefit kthimi. Kjo është produkt i keqeverisjes. Rritja e energjisë është produkt i keqeverisjes. Rritja e tatimeve është produkt i keqeverisjes. Sepse kur shkatërrohen bizneset, s'ka më tarna tatimore, s'ka më herët 18%, s'ka më multiplikim ekonomik, sepse multiplikimi ekonomik vjen nga investimet kapitale. Çdo 1 milion i institucioneve të investuara në shkolla, në rrugë, në kudo qofshin, ajo multiplikohet deri në 7 apo 10 herë dhe kthehet me 10 në institucione qeveritare.
Që kjo është paraja publike dhe kjo është mendja e ndritur ku mund të shpëton ekonominë. E ceke a kemi mujt me jetu ma lirë. Unë kam bë thirrje. Produktet esenciale të hiqen nga 18% dhe të hiqet nga 10%. Shihe tarifën energjetike, nëse të ka ardhë fatura energjetike 100 euro, atër hiqja pjesën e TVSH-s. Ne i kursym 20 euro. Nuk është si të paguash 100 euro, si të paguash 80 euro. Hiqe TVSH nga pjesa e rrymës. Hiqe TVSH mbi produktet esenciale. Hiqe TVSH nga produktet shtetërore. Boll, po merr netën. Edhe ato janë të përmbushuna. Po kur ke një ekonomi të shkatërume, kur ke biznese që lëshojnë vendin se shohin mo tregu në të ardhmen, atëherë ti duhet të arsyetohesh para qytetarit për rritjet buxhetit 3 miliardë gjys. Unë më shumë do të bëja ball, të isha në udhëheqjen ministrore, në rolin e një ministrit financave, unë më shumë do të bëja ball një buxhet 2 miliard, po një rritje ekonomike 7%. Do më thonë unë e pashe dhe lavdatat e Bashkimit Evropian apo bankave, zhvillimore bankave evropiane. Ata ku lavdrojnë? Lavdrojnë kur ti gjun barën e tatimit qytetarit, jo institucionit. Kur institucioni është komod në pjesën e paras, atëherë ata lavdrojnë. Kur qytetari paguan për gabimet institucionale, ata gjithmonë duat trokasin, sepse po durën qytetari dhe po paguan dikush tjetër, jo institucioni. Ne duhet hekim nga ato barjera. Ne duhet të udhëheqim nga politikat e qendrës, pro investimeve kapitale, mos bëhet thirrje për luftë, pro bizneseve, sepse ti investosh në biznese 1 milion euro, ti punësove 15 persona. Mbase jeni femra, duhet ta citoj një të dhonë. Në regjistrimin e popullsisë janë mbi 500.000 femra. Dhe vetëm 120 na figurojnë, 120.000 na figurojnë që janë në regjistrin e punësimeve, ose kanë ndërprej punën, ose janë për treg. Ku janë të tjerat? Sigurisht ju keni edhe kolege. Pse nuk krijojnë një ligj të punës që favorizon femrën, që favorizon politikat zhvillimore? Tregu ka nevojë. Sepse realisht unë kam punu edhe në menaxhimin e firmave, femra është mjaft përgjegjëse. E merr prioritetin ekonomik si bazë, e merr rolin e punës si bazë. E merr përgjegjësinë e punës shumë aktiv sepse gjinia tjetër. Nuk dua ta përshirë se pastaj më krijojnë atë problemin gjinor, por realisht kemi treg që është indiferent ndaj zhvillimit. Kështu që pse jemi në gjumë, po fokusohem vetëm në rritje, sepse kemi arsyeën e vetëm ta mbushim buxhetin me tarifat e qytetarit. Po një ditë qytetari do të thotë mjaft. E që me pa durim po pres, sepse nuk ja dolën të thojnë edhe në këtë rast. Kështu që unë jam skeptik në atë çka do të ndodhë dhe pres një rifillim qeveritar dhe pres përsëri edhe herën e 5 rritjen e energjisë, edhe rritjen e 6 edhe tatimat tjera shtetërore, sepse nuk din. Nuk din të bëjnë ekonomi. Nuk kanë kuadro të mira dhe nuk din të bëjnë biznes. Kështu që kur nuk din këto, atëherë sigurisht e kemi edhe këtë produkt. Zotëri Qërolli, faleminderit shumë për krejt informacionet që na dhe, ne këshim pasur të shumë qka që me fol, po që ka që na premton koha. Realisht faleminderit për ftesën, besoj që hera